Analisti politik Zejnullah Jakupi, në një prononcim për Bota Sot, thotë se kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po sinjalizon hapur se skenari i zgjedhjeve të reja në prill nuk është përjashtuar dhe se ai po e përdor këtë mundësi si instrument presioni politik. Sipas deklarimeve të kryeministrit Kurti, ekziston një gjasë reale që vendi të shkojë në zgjedhje në prill për shkak të sfidave dhe pasigurive politike që lidhen drejt për drejt me zgjedhjen e presidentes apo presidentit. Kjo tregon se situata aktuale është e ndjeshme dhe se çdo mosmarrëveshje ndër institucionale mund të fillojë krizën, thekson Jakupi. Ai vlerëson se ky mesazh i Kurtit shkon edhe në adresë të presidentes Osmani, duke lënë të kuptohet se në rast të një bllokade mes institucioneve, zgjedhjet mund të jenë zgjidhja e vetme. Kurti ka përmendur gjasa teorike dhe praktike për zgjedhje që nuk kupton rrezikun e një krize politike dhe institucionale. Ky është një sinjal se nëse ka mosmarrëveshje të thella mes qeverisë, kuvendit dhe presidencës, vendi mund të futet në bllokadë, shprehet Jakupi. Sipas tij, megjithse është e pritshme që Vjosa Osmani të ketë mbështetjen e lëvizjes vetvendosje, mbështetja nga opozita mbetet shumë e dyshimt. Besoj se zonja Osmani do të ketë përkrahjen e vetvendosjes, por jo edhe të opozitës. Marrëdhëniet mes opozitës dhe Osmanit kanë qenë të tensionuara dhe kjo mund të çojë drejt një bllokimi institucional nëse opozita refuzon ta votojë atë, vlerëson ai. Jakupi paralajmëron se realizimi i këtij skenari do ta fuste Kosovën në një periudhë të re pa sigurie politike. Nëse ky skenar bëhet realitet, Kosova do të përballet me një periudhë të paqëndrueshme politike. Zgjedhjet e reja kërkojnë mobilizim të madh politik dhe mund të sjellin ndryshime të rëndësishme në peizazhin politik të vendit, shton ai. Sipas tij, Kurti po e përdor dhe argumentin e përgjegjësisë për zgjedhjen e presidentes si mjet presioni ndaj opozitës. Kurti po argumenton se qeveria ka shumicë për çështjen ekzekutive, por zgjedhja e presidentit është kompetencë e kuvendit dhe përgjegjësi e opozitës. Ai po e shëndëron këtë proces në një test për opozitën, duke e bërë atë përgjegjëse për çdo bllokadë eventuale, thekson Jakupi. Në këtë kontekst, analisti përdor një formulim të fortë, duke paralajmëruar për atë që e quajnë bllokadë me skenar rus. Nëse opozita nuk e voton Osmanin, mund të kemi atë që unë e quaj bllokadë e skenarit të rus, ku bllokimi institucional shfrytëzohet për destabilizim politik. Ky është një lloj shantazhi politik që mund të kustojë rënd vetë partive opozitare, shprehet ai. Megjithatë, Jakupi thotë se edhe opozita ka dilemat e saj dhe mund të mos e mbështesë Osmanin për shkak të pakënaqësive ndaj rolit të saj institucional.